Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit sepse aty shtrihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe videon me temën për hënën e re, sepse është shumë e rëndësishme, ka ndikimet e veta për 28 ditë rresh. Atëherë ju mendoni në lidhje me personin dhe unë do shoh se çfarë energjie do na vi në lidhje me këtë person që ju keni në jetën tuaj ose dëshironi ta keni në jetën tuaj. Dhe marr 2 letra. Te letra e parë është energjia juaj, dëgjues, te letra e dytë është energjia e personit. Dhe shohim energjinë tuaj. Kemi kartën e botës, është një kartë e arkanës së madhe, ku përfaqëson kemi planet Saturnin dhe përfaqëson shenjën e Briciapit, por ndërkohë kemi shenjën e Demit, shenjën e Akrepit, shenjën e Virgjëreshës dhe shenjën e Luanit. Dhe këtu është shenja e Gafores. Gjithsesi, këtu përfshin gjitha shenjat, thjesht kjo energji erdhi më fort. Atëherë, energjia juaj dëgjues, ju mund të jeni në një periudhë ku jeni zhgënjur nga diçka, jeni zhgënjur nga një njohje, nga një lidhje, por gjithsesi keni marrë ato eksperiencat tuaja në lidhje me këto zhgënjime që keni kaluar, por dhe keni mësuar që të dalloni të vërtetën te njerëzit, ose te një person që dëshiron vërtet ju afrohet përsëri, sepse unë shoh që ju mbyllni një cikël të vështirë. Është një periudhë ku ju njihni shumë mirë veten tuaj, por doni edhe të tregoni dhe të gjeni një zgjidhje të disa problemeve sentimentale në lidhje me një dashuri, në lidhje me një njohje që ju dëshironi të hyni për herë të parë, ose në lidhje me njohjet dhe lidhjet që ju keni. Gjithsesi, ju do ndiheni më mirë me veten tuaj në mbylljen e një cikli të vështirë, sepse jemi te karta e botës ta. Dhe vim te energjia e karrocës, që është energjia e Gafores dhe është energjia e personit që ju mund të dëshironi të hyni në një njohje ose jeni në njohje me këtë person. Është një kartë përsëri arkanës së madhe që përfaqëson energjinë e Gafores, përfaqëson atë anën emocionale, ndjenjat që ky person ka në lidhje me ju, dhe shohim që ky person është një person i ndershëm, është një person i qëndrueshëm. Është një person që nuk dëshiron të luaj me këtë dashuri, edhe pse shoh që ju keni kaluar zhgënjime, ndoshta ky person dëshiron të hyjë në jetën tuaj dhe ka vërtet ndjenja për ju, por është edhe një person te i cili mund të mbështeteni, ose mund të krijoni një njohje, ose në qoftë se jeni një njohje ose lidhje mund ta çoni përpara, sepse është një person emocional, një person i ngrohtë, ka ndjenja, është një person që ju admiron, dhe ky mund të jetë një person, të tham, që mund të jetë i ri, duke mbyllur diçka nga e kaluara, por mund të jetë që ju mbyllni dhe situata të vështira dhe keni arritur të njihni veten dhe të kërkoni gjërat që ju dëshironi nga ky person, ose atë që ju doni nga ky person. Kështu që ky person është një person, tham, që ju admiron, ka ndjenja në lidhje me ju, dëshiron t'ju surprizoj, dhe ky person dëshiron ta kalojë në diçka serioze. Ndoshta dëshiron të futet në një njohje me ju dhe këtë njohje ta kalojë edhe në diçka serioze, ose të gjithë ata që janë në njohje dhe në lidhje. Por unë shoh që kjo do jetë dhe një dëshirë e përbashkët të dy personave. Gjithsesi do shohim energjinë tuaj dëgjues, çfarë mbyllni dhe çfarë filloni. Atëherë ju shoh që ju dëshironi shumë shpejt të bëni një njohje të re, jemi te energjia e ajrit, energjia e shenjës së peshores, por dhe shenjat e tjera të ajrit. Gjithsesi, tham, janë lexime të përgjithshme, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju.
Dhe shoh që ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja, ndoshta do t'rregoni pak të nxituar me këtë person, mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni, ose dëshironi t'i bëni gjërat shpejt për të bërë një fillim të ri, sepse ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Në qoftë se ju keni mbyllur diçka nga e kaluara, ju dëshironi shpejt të hyni në një njohje të re, ose dëshironi që me këtë person që keni, duke mbyllur situata, harini të njihni veten, atëherë unë ju shoh që ju mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me këtë dashuri, sepse shoh që është një nxitim nga ana juaj. Për të bërë një fillim, ju mund të dëshironi të bëni një fillim tjetër, por personi shoh që ka ndjenja në lidhje me ju. Dhe shohim energjinë e personit. Ky person ka ndjenja, do t'i japi drejtim kësaj dashurie, ta çojë në një rrugë më të mirë. Por unë shoh këtu që ju ndjeni, edhe pse ky person dëshiron, ka ndjenja, ka emocione, është një person që ka nevojë për të qetësohet. Ndoshta është një person që ka qenë i ngarkuar psikologjikisht dhe ka nevojë për një pushim të mendojë në lidhje me disa situata që ky person ka kaluar. Është duke mbledhur ato copëzat e tij të jetës në lidhje me këtë dashuri, por shoh që ju tregoni shumë mbrojtës ndaj këtij personi. Duket sikur ky person ju lufton. Jo, nuk është se ju lufton ky person, ju mund të haseni me pengesa, por mund të jetë dhe personi që haset me pengesa në lidhje me ju, sepse ju shoh që ju do thoni fjalë që ose keni thënë, por do thoni fjalë që nuk duhet i thoni. Dhe ky person mund të jetë edhe pak mbrojtës ndaj vetes së vet. Dhe vazhdojmë çfarë do ndodhi në të ardhmen në lidhje me ju dëgjues, po vazhdojmë te energjia juaj. Dhe kemi rrotën e fatit që ka përsëri 4 energji. Kemi energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Por kemi dhe gjitha shenjat e horoskopit tu, sepse kemi kartën e magjistarit. Gjithsesi, ju shoh që ju jeni, fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para në lidhje me këtë person, sepse unë shoh që ju keni manifestuar për të qenë me këtë person. Ju ndoshta keni bërë shumë durim në lidhje me këtë dashuri që ju mund të keni, dhe ky person vërtet ju intereson, është ndoshta dëshironi diçka të qëndrueshme me këtë person, por gjithsesi unë shoh që fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para, sepse ju e keni kërkuar, keni manifestuar për të qenë në një njohje ose në këtë lidhje që ju jeni. Dhe vazhdojmë në lidhje me personin. Çfarë do ndodhi me personin në të ardhmen në lidhje me këtë dashuri, në lidhje me ju, dëgjues. Atëherë unë shoh që këtij personi mungon shumë. Shoh që këtij personi mungon dashuria juaj, ndoshta ky person dihet i lodhur, është në një situatë ku është një situatë e ngarkuar faktikisht, në një situatë që personit jo vetëm që i mungoni, por ndihet dhe i lodhur, duke ndjerë mungesën e kësaj dashurie. Është në një situatë ku ky person nuk e di, por është një person që sikur shkel në akull. Domethënë i duket çdo gjë e ftohtë në momentin që ju i mungoni dëgjues. Dhe shoh që ky person dëshiron të rikthehet me ju, sepse jemi te energjia e kupave, dëshiron të vi drejt jush, është sepse e pam që personi ka emocione, por është në një fazë psikologjike pak të ngarkuar, ndoshta ka nevojë të qetësohet, ndoshta të rimbledhë ose mbledhë ato copëzat e jetës së vet, has pengesa në lidhje me ju, por është një person që ju i mungon kjo dashuri dhe ju quan ju shpirtin tuaj binjak, shpirtin e tij binjak. Ose në rastin tjetër, mund të jetë edhe një person që dëshiron të rikthehet te ju, ose dëshiron një ribashkim me ju. Është një energji vërtet shumë emocionale, dhe unë do marr kartat romantike për të parë se si do vazhdojnë në të ardhmen kjo dashuri në lidhje me ju të dy.
Atëherë, unë shoh energjinë tuaj dëgjues që ju do bëni një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira në dashuri. Për një pjesë është një njohje e re, dhe të gjithë ata që do futen në një njohje të re, sepse shoh që ju keni manifestuar, atëherë kjo njohje që do futeni do marrë një zhvillim shumë të mirë. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me këtë person që keni në jetën tuaj, unë shoh që ju do jeni më të dashur, do të regoni ato emocionet që keni, atë dashurin, do shprehni dashurin ngrohtësi ndaj këtij personi dhe ju shoh që jeni gati për të filluar me këtë person. Dhe shohim energjinë e personit në të ardhmen. Atëherë, në të ardhmen, unë shoh që ky person është një person që e mendon të ardhmen me ju dëgjues. Sepse është një person që është i orientuar shumë mirë drejt kësaj dashurie. Më thënë, e quan diçka të vendimtare, sepse ka një busull orientimi, ky person di çfarë do, di ku do shkoj, por është edhe një person që e mendon jetën për ta kaluar me ju dëgjues. Dhe përfundimi është një energji fantastike që erdhi, pavarësisht situatave që keni. Dhe unë i shoh shumë të dashuruar. Do keni një romancë, do keni një bashkim, ndoshta do jeni edhe duke shkuar diku, ju do të jepni një drejtim më të qetë, më të mirë kësaj njohje ose kësaj lidhje që keni, ose një fillim të ri që ju do bëni. Gjithsesi, shoh që me personin do ndjeni të dashuruar, do jeni duke shkuar diku, do keni momente romantike, ndoshta edhe në një vend me ujë për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër shoh që ky takim ndoshta do bëj që ju vërtet të përjetoni momente shumë të bukura me njëri tjetrin. Dhe një e fundit, atëherë unë shoh një energji femrori, kemi energji ujë që hiq maskën. Energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, e hiq maskën dhe është gati për të filluar këtë jo vetëm momente romantike, por për t'i dhënë një drejtim më të mirë kësaj njohje që keni ose kësaj lidhje që ju mund të keni. Kartat nuk i zgjedhëm, dalin vetë. Gjithsesi unë do marr dhe një mesazh nga angjëjt, erdhi një energji fantastike pavarësisht situatave thanë. Dhe një mesazh nga angjëjt, çfarë ju thonë në lidhje me këtë person, si do shkoj, ose çfarë këshillash ju japin më saktë në lidhje me këtë dashuri. Atëherë kemi perandorin, kartën e perandorit, kjo tregon kemi energji zjari, por thotë që ju do jeni më të organizuar në lidhje me këtë dashuri dhe do përdorni shumë fort pjesën e logjikës, thotë. Thjesht do jeni më të organizuar, do merrni iniciativa, ose personi tuaj merr iniciativa në lidhje me këtë dashuri, por është edhe një person që përdor më tepër logjikën. Është një person që është autoritar, është një person që është i vendosur të vi drejt jush. Po marr edhe një tjetër dhe dolën 2 në fakt. Dhe kemi tjetrën, kemi mesazhin tjetër që ju thonë. Diçka do me thënë do lëvizi shumë shpejt në jetën tuaj, thotë. Një njohje, ose ju do shkoni drejt një njohje, ose kjo lidhje që ju keni do shkojnë në një fazë tjetër, në një fazë më të mirë flasim. Dhe do kaloni momente shumë të bukura me njëri tjetrin, thotë. Dhe marrim edhe një mesazh tjetër. Ju do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me këtë njohje që do futeni. Ju intereson vërtet të lëvizni, por do të regoni dhe të kujdesshëm në lidhje me këtë person. Por gjithsesi është diçka që ju e keni fantazuar. Ndoshta ju do ndjeni më të sigurt, do jeni në një fazë që ju do përdorni atë dialogun e mirë, ose do jeni më diplomat më saktë, duke lënë mbrapa vështirësi dhe dhimbje që mund të keni kaluar, dhe kjo lidhet fill me kartën e parë, që mund të keni kaluar në momente të mëparshme, në njohje ose lidhje të mëparshme, ose disa situata që mund të keni kaluar me personin tuaj të zemrës. Janë mesazhe shumë domethënëse, fantastike në lidhje
me këtë njohje që keni ose me këtë lidhje. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe një herë videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme siç është shëna e re, sepse ka ato efektet e veta për 28 ditë thanë. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm dhe një mbasëzite sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.